me Klotildën dhe krenarin, vjojmë të flasim për fermën VIP sonte në mbrëmje. Morëm një shije nga Ermali për gjithçka që ka ndodhur deri më tani, po me të drejtë nuk mund të tregoj asnjë lloj pëlqimi personal, edhe pse për Ilirin dhe për Mozën ngacmuar pak nga krenari, siç edhe pritej, e dha një indicje. Dhe e gjithë betejë krenar bëhet për ndërtimin e pesçes së famshme që shkon në finale dhe lufton për çmimin e madh, ku një emër tashmë është i ditur dhe na duhen edhe 4 emra të tjerë. Sipas teje, si Klotilda e dha versionin e saj. 4 emra që shoqërojnë Mozën drejt 200.000 euro. Ashtë do të them këtë thjesht, drejt 200.000 euro. Atere, po e marim nga fundi, Moza ka kalu. Po. Mu ma do zemra që Bujaka, a ne them edhe gjithë suportet tusit e Mozës që ta gëzoni dhe Mozën, votoni Bujakën. Pastaj vin, do kisha dëshirë Visin. Visi. Do kisha dëshirë atë malsorën time Sonin. Sonin, mëndi 4, dhe i 5? Dhe i 5-i ndërmjet Ilirin. Përpos gjithçka e shka ndodhur. Pra atere, Moza, shiko që rreshtimi. Moza në fillim, Bujaka, Visi dhe? Visi, Soni dhe Iliri. Dhe ku komandantit thot mrapa ktheu, në finale, dali Moza e para. Kuptoj, kjo është si regullin e... Ka që thjesht është. Po mund dalë dhe Iliri i pari. Po edhe i pari, gjithë shikoj... Unë bëra një rështim, kur thot komandanti mrapa ktheu, Moza është e para. The first one. Me qënë se ke intervistuar qindra, besoj tani më janë për mira personazhe, ndër vite, ndër breza, publik. Por besoj edhe shumë personazhe që kanë dalë nga reality show. Çfarë ndodh me personazhe që marrin atë shkëlqimin e madh në një reality show, pasi dalin dhe nisin një jetë normale dhe profesionale? E ruajnë shkëlqimin apo e humbasin rrugës? 90% janë shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Ashtu? Po. Kanë një punë dhe pastaj bien, veniten, ndodh edhe një, si thua, krizë ekzistenciale, pasi arrin një famë aq të madhe, si duket e kërkojnë më shumë në mënyra të tjera, por asnjëherë nuk arrin ta gjejnë atë lloj suksesi në mënyra të tjera, një përqindje shumë e vogël, personazhe me pikatore ose me gishtë e dorës mund t'i numërojmë ato personazhe që kjo fama jo vetëm që u shërben për të arritur atë famën në publik, jo vetëm në profesionin e tyre, por edhe për ta tejkaluar atë famë. Për shembull, mund të jetë një këngëtar i cili arrin famë ndërkombëtare ose një aktor që mund të kapë një rol në një kinema përtej Shqipërisë, prestigjioze. Kështu që shumica e tyre, mendoj unë, mbeten aty, mbeten me nostalgjinë e një fame momentale që nuk e gjejnë dot më gjatë jetës së tyre. E drejtë krenar, kush i mbetet mik dhe mikesh Mozës pas daljes? Çfarë ndodh me çmimin e madh? Sipas teje? Nuk e di, po. Kam idenë që edhe një nga reagimet që kanë pas, mik i mirë ka për t'i ngel gjithmonë Bujaka. Po përse? Po sikur gjërat kishin shkuar ndryshe dhe në Bujakës kishte qenë Adi Gjata apo dikush tjetër? Adi, se nuk du të shprehem për Adin, e ke përsysh, por Bujaka më duket i kanë puqë edhe, është edhe arketipi, është geni. Më duket kanë mështet një tjetrin në gen në mënyrë është aktivizu e pavetëdijshmja e të dyve, sepse të dy janë verior, edhe shqyqyri inshallah po që fitoj Moza, shqyqyri që fitoj një verior herë, se vetëm e bani jug, në çdo vend, në qeveri jugu, në biznes jugu, vetëm jugu, po fryher veriu. Edhe u të zoja verior. Fryher veriu. Fryher dhe nga veriu, po. Ka edhe verior që ka shkëlqyer. Pa dyshim Bujaka thua. Pa dyshim Bujaka, mik. Kam ide. Pastaj, shiko, kam lexuar një shprehje, nuk e maj me autorin. Miqësia është si peshku, rrin 3 ditë dhe qelbet. Pra, më tepër se sa mik. Pra, nga herë të kam mik, e thot tjetër, të kam mik, në më thënë, i ka të bëjë edhe me një konstruksion kognitiv fjala mik. Jo vetëm në etimologjinë e vetë fjalas. Pra, ai që thot kam mik, ta dini që për të mas 3 ditëve të ka harru.
Pra, më tepër se sa mik, edhe unë kam vanë re, por për atë që u shpreh Moza për Adin, ai e pa në planin e dashurisë, e bëri dhe E futi e për qafoj, e ju hot në kradje, pavarësisht se debatet kanë qenë të ashpra dhe juve si familjarë Mimoza është me mosh nëna e Adit. Mimoza tani në një moment, sepse për afirmim edhe për t'ja prek telat një artiste e t'i thush muz, ke përsysh, dhe më thënë, muz, ke përsysh si fillon Iliada, këndohë muz, Marina Akil Pelidit, që shumë hidhri me akejve u solli, pra me fillon me, janë fjalët qels që godasin, pra ta që kanë lezu mirësi. Pra ta që kanë lezu, pra edhe ajo nuk ja harron mirësjelljen. Na lejo që edhe timi edhe brenda kohës televizive edhe të respektojmë çdo të ftuar. Se Renari me të drejtë është familjar, flet me superlativa për Mozën. Po në perspektivën tënde, Klotilda, Moza ka qenë kaq pagabueshme në lojë? E pagabueshme. Nuk mund të flasim për gabime, në fakt. Moza ka shpalosur gjithë fantazinë e saj, krijuese, për të krijuar situata dhe për të bërë një show të vërtet me të gjitha ato kapacitetet e saj kryesisht mentale, psikologjike, krijuese. Potencialin që ajo ka pas ndër vite ka shpalosur aty, por gjithmonë duke kaluar nga ajo Moza që kemi njohur, që ishte, pavarësisht se unë e kam intervistuar, sido që të ishte, edhe kur shfaqte një mendim, qëndronte brenda kostumit të seriozes, së poetet serioze me autoritet. Kur hyrje aty, e hoqi këtë kostum dhe shfaqi anën tjetër që persona për shembull si Klod Dedja e ka përdorur. E ka thënë rënje, e ka përshkruar se rënje në banalitet. Tani, në parantez, do të sqaroj, mund do të sqaroj në planin psikologjik. Nuk do të quaja gabim, me që se më bëri pyetje, se dua të dalë deri në fund të këtij konkluzioni. Për mua nuk është gabim, por është një thyerje e madhe e tabus së mentalitetit shqiptar. Kështu që nuk ka gabimet e Moza. Tek Moza ka liri, pavarësisht se duket si liri pa limit, ka dhe ajo liri limitet e veta, sepse Moza e çon atë lojën deri në një farë pike, por nuk e lë veten të rrshjas këmba komplet. Duhet të kuptoni diçka. Unë jam thënë edhe kur më keni thirrë herë tjetër që ky është një eksperiment i madh. Është eksperiment psikosociologjik. Ti izolosh disa njerëz, sepse eksperimentet të tilla janë bërë dhe janë nxjerrë përfundime të jashtëzakonshme, janë teoritë psikosociologjisë. Tani, mos harroni që Moza ju tha jam psikologe. Dhe nga njerë, disa sjellje që tjerëve u duket si devijant, është të vaksinoj stresin e vetë dhe të mbaj qenjen dhe fuqin psiqike në rregull. Am kupton? Ke vap, të njësë është kondicionerin. Ke ftohtë, do vishësh. Pra, disa oscilacione ose hiperaktiviteti i Mimozës, sepse është, e ke përgjysh, është shumë e zgjuar. Pra, aja arrin të mbaj edhe formën fizike dhe formën psiqike ballë për ballë. Por në një moment mu ka dhim, sepse u anku për dikati, s'duhet përmend emrat, për të ndikoj të publiku, në respekt të gjithë familjarve, që tha më ka lodh këtu, më ka lodh atje, pra, është mundu Moza, sepse me vjen keq me kapacitetin që ka Mimoza, publiku do të merrte shumë gjëra të bukura. E vetmja gjë që me vjen keq. Duke marrë shumë gjëra të bukura, do të ngrinte këtë televizion edhe më lartë, si që ngriti televizioni Mozën. Prandaj, am kupton, do të shkonin të dyja bashkë. Jam kurreshtare, duke qenë se ti e njohë shumë e mirë showbizit shqiptar. Ka humbur kush pik në imazhin e tij nga rrugtimi që ka bërë brenda fermës, se publiku është shumë vigjilent, edhe ndonjëherë vendos dhe mbi emocionin. Ka humbur pik sipas te dikush? Mendoj paksa Soni Malaj. Soni pse? Me këtë historinë e fundit të dronit. Pse mendon kështu? Sepse u duk naive, u duk si një histori që
nuk i përket shumë, nuk ka lidhje shumë me realitetin. Dhe që ajo po vazhdon dhe po shpreson. Çfarë ne për historinë e tyre të dashurisë? Vetëm Jo prishje imazhe në kuptimin, po sikur i ra pak ajo humbi pak pikë. Në këtë fazë të jetës së saj, në këtë fazë të jetës së saj po flas gjithmonë. Pra nuk i shërben që ka dhe me rikthimi tek asaj shërbeu për fermën, sepse këto ditë ajo po qëndron nga kjo histori dhe po e mban gjallë vetë, duke treguar episode për Florin, më thënë duke i mëshuar historisë së Florit, për të qëndruar sa më shumë, por kur të dal nga ferma, kam përshtypjen që nuk do i pëlqejnë shumë komente dhe shumë mënyra se si e ka parë publiku, dhe do mërzitet sepse duke e njohur Sonin, Soni është shumë e ndjeshme ndaj këtyre, ndaj komenteve, ndaj imazhit. E ka mbajtur imazhin si brenda një kutie qelçi dhe në momentin kur të dal do përballet me këtë gjë, besoj që nuk do i pëlqejë. Çudita, po nga fermerët që janë eliminuar, sepse po mundohemi të jemi të kujdesshëm në artikulimin e pyetjeve, sepse sot do shpallen finalistët e tjerë dhe nuk duam kurse si të ndikojnë. Pak të nes, me sa kemi ndorë të mos bëhemi përgjegjës, edhe krenari evidentoi disa herë. Nga fermerët që janë eliminuar, cilët kanë humbur pikë? Flas tu për emrat më diskutuar, Ola, Vanessa, Indri, Adioni dhe gjithë të tjerët, po unë nuk jam, isha mes Olës dhe Indrit, por qëndroj te Indri. Sepse Ola e kapi veten pas daljes, e justifikoi të gjithë ato që ndodhi, e sqaroi, e shpjegoi, është e lumtur me Adionin, ndërsa Indri kam përshtypjen që i ngeli një damk që nuk është dhe aq e mirë, por si një njeri, Don Juan i papjekur. Don Juan i papjekur. Po, të paktën nga komentet që kemi parë, në fakt e vërteta mund të jetë krejt kur s'kena dhe ne fatin e Indri, Don Juan, e dampën Don Juan. Se do e krenar të kishe historinë? Jo, po them, po tani... Jo, dakord, nuk jam, dakord, jam edhe unë. Jam edhe unë. Don Juan është një ndër personazhet më të jashtëzakonshëm. I papjekur, ka një ndryshim. Nuk e kemi në ato kuptimin. Unë jam si ju, familja Ameti, jam unë të letërsia të këto simbolikat, figuracionet e bukura që ku t'i gjeshti ti kesh edhe një jetë. A i duhet të respektu që reagoj me i herë, tha, ore, pritër, se kalojnë dimensionet tjesë, unë e shumë si psikolog. Unë nuk po flasë. Edhe tha, stop. Unë nuk po flasë unë si person, po flasë se çfarë mendojnë shumica, masa, po tjetë për mua, unë isha e para që e mbështeta Indrin. A i dha grind të lojës. A i bëri atë që zdo e bënte çdo mashkull, pse nuk e bën ato të tjerët për shembull? Sepse kanë frikë nga opinioni, a i nuk e kishte këtë frikë nga opinioni. Po, liria ka një kosto. I qëndroi besnik me sa duket fjalës së tij edhe në deklaratat më njëherë pas fermës VIP. Krenar, Moza fiton fermën VIP, nëse është ajo fituesja në finalen e madhe. Çfarë mendon ti se bën Moza me çmimin e madh? Janë para, por dikë janë edhe mundësi, në këtë pikë të jetës, në këtë profil që ka ndërtuar, në gjithçka që ti e njeh Mozën, me gjëra që mbas edhe ne nuk i dim, çfarë do bënte? Nuk e kam idenë, sepse nuk do ta kisha idenë, po ti kisha dhe unë 200.000, se ka i herë, shiko, a e keni manë re, kur ke vetëm 10.000 lek nuk e vret shumë menin. Ke një 10.000 euro në gjep zdi kë birë me myllë ma për para. Ke ma te për tension. Jo, është kjo, ke ma te për tension, pra ne jena marrë një rahat me 10.000 lek në gjep edhe mos në kujtojnë në këtë gjera. Në pytin që i bërë zonjës, më falë, unë do të veçoja Kostanë. Jo, a thatë qa vlerësimi keni për ata që kanë dalë. Po, pra, unë pikë, por mund t'ja për shi mendim për Kostanën. Dhe më dhenë, unë gjej rastin t'a falenderoj atë zonjë. Pas i ndikur intervjistën me zdrit, me sa të fuget. Po edhe më përpara, kur para se të hynte, edhe intervjistën e kam ndjekur pa tjetër, unë ja kam gjetë numrin edhe i kam qu edhe falenderime në emër të familjes time dhe familjes gjitha metajve, për qëndrimin objektiv, ke përsysh. Shiko, edhe po ta kritikonte, po mënyrën se si e ka bërë, dhe më thënë është perfekte. Edhe një njeri që e kritikon Mozën, sepse kritika të rritë. Pra, dhe më thënë, qëfë se ti e merë, që nuk e ke sulm, kritika të krasit edhe ti të futesh brenda brazdave që duhet, jo të konformitetit, po të brazdave që të vijera njeri. Pra, unë do të falenderoj Konstanën me... Dhe mirë bëre që e solle dhe në bised. Po, jo, e qova mesazhet gjitha, nuk mu përgjigj, ke përgjithë se i qova në emër të familjes. Po për Zhakun, një pyetje. Zhaku bani një kthes 180 gradë,
Se nga njerë, e keni vanë re kur thot ka bërë kthesë 360 gradë. Kthesa 360 gradë se duket sikur më e madhe, hiperbola, po në vërtet trajektoria, sepse nuk kanë një përputhje ndërmjet trajektores dhe zhvendosjes. Zhvendosja zero. Edhe bëni një podcast. Bëri një lëvizje 180 gradë, po erdhi prapë të 360 gradë. Në fillim, do më thënë, në të njëjtin pikë, nuk ishte nevojë, do më thënë, me bëhet përplasje me mozën, aq më tepër nga ana familjare, se mozës nuk janë in, ju e patë edhe në promoncimet. A di pse nuk janë in, se është vetvetja e para dhe dyta, e vutëre me tregimin që tregoj për atë djalin e bukur me flokët që si duke si erë, po tregon të në një moment. Një sekond, sepse edhe jo më kote pas kam, është Universi që na e dërgon disa mesazhe, kam këtu screenshot të një story të Zhaku disa ditë më parë. Dhe thot, me burrin që si mora mozës te një restorant, nuk e di se ku bët. Po që ka marrë, është tjetër, edhe herë, është tjetër t'ja marrësh, është tjetër t'a shiosh. Shiko, Zhaku këtë gjën e ka bërë për... Një mos më ngacmon tash ti, se si ja përtoj edhe unë fort. E ka bërë për ngacmuar publik. Atë krijesën unë e njoh. Okej. Që është, jo Zhaku, se për çdo femër në këtë botë unë kam respekt dhe nuk... Kemi parë si u drejton. Po, nuk... Kurse për atë krijesën, nuk kam një respekt shumë të madh, sepse unë i kam ditë përpara shumë gjana se sa ti dinte moza. Po nuk mund ndërhyjnë në jetën e njerëzve tjetër, ke parasysh. Pra në mënyrë kategorike. Është totalisht e qëllimshme me burrin që si mora mozës. Sa po ka dalë nga ferma, shfrytëzon vëmendjen dhe gjuan. Dakor. Postime, Zhaku, ngacmime. Zhaku është Zhak. A ju thash që do ta merrte moza Zhak? Në kuptimin figurativ. Rak e tërhoqi dhe si i hoqe nga fakiri se për 24 orë kretë magnetin të dyja. Pra, po t'ishin ba të dyja, po mos i hargjonin kot energji mozës, si shumë të tjera aty, bashkë me mozën, ati do kishin bërë një spektakël, që këta, por do ishte një problem tjetër. Edicionin tjetër ku do t'i gjenit figurat që ta rritni deri në këtë nivel, ky është problemi. Ky është një hall që kemi kishe një mendim pak më parë kur unë përmenda dhe pyeta pak më parë krenarin për çmimin e madh. Moza fiton Fermën VIP, gjithmonë presim se çfarë do ndodhë finale madhe, por nëse ndodh. Çfarë mendon ti duke njohur profilin e saj? Kisha një pyetje, po tani bibliotekës besoj se do blej, se do e bëj, se do e ketë shumë të madhe bibliotekën. Por shprehur vetë që më duhen këto parat në një moment për të dashurin e sëmur, polakun. Përshëndetjen që ka bërë Leos, mos gabohem. Po. Unë nuk e kam, një herë kam takuar, nuk e kam... Si është ai Leo? Është ai që ka nxjerrë për foto? S'është ai, është inteligjenta. Po jo, po e pyes se e di, ajo kuptohet. Aja ka thënë vetë, unë si mune me ta përshkru për para një shkrimtare një poete. Kur ta thot ajo, ajo ta ka përshkru tani... Ti mund ta përshkruar si shef qarkullimi rrugor. Jo, si shef qarkullimit në përmendi Soni. Po, të përmendi Soni ka shpëtu. Se dhe tha që nëse ke nevojë për para, ti mund të drejtohesh produksionit, ka komunikuar me të dhe përmes kamerave atje. Di, përbile unë mora produksionit. Dhe me të drejtë Klotila shkon tek... Në të gjë, me që unë mora produksionin edhe i thash, ku është Leo se shkoj unë i jam pleket, se s'kena... Po gjithë s'ka njëse nga një fjallë. Nuk kena maru akoma. Mendon se do jetë support? Se jemi në minutën e fundit. Atë i di... Ato i di vetëm thuaj Moza. Vetëm Moza, si që nuk më pyti kur hyri, edhe nuk do të pyesi kur dali, ke parasysh, ne mundohemi vetëm ta suportojmë dhe të ndihemi brenda atij kufirit që kemi. Ke parasysh sepse prandaj jemi, shiko, ne si familje respektojmë lirinë e individit. Individi, po, liria e individit është patjetër se nuk do të përmend. Krenar, një ditë tjetër do flasim për dashurin, për lirinë e individit, për ametët edhe për podcastin që duhet hapin me Klotilën, se Klotilda ka një super përvojë në këtë drejtim. Ne ju falenderojmë shumë që kishim në studio sonde. E dim që i dojni sy e vesh tek Vision Plus sot për të parë këtë gjysmë finale që premton shumë. Publikut i themi që fatkeqësisht koha jonë televizive mbaron. Vetëm 10 sekonda mundem? 10 sekonda i ke. Për hatrin e Mozës votoni Bujakën.
E ke bërë thirrjen tënde disa herë. Faleminderit shumë të dyve gjithmonë kënaqësi, ndërkohë që ne ju themi sonte në mbrëmje në 21:00. Ju duam shumë, shihemi nesër.